me sa duket do të përcjellë dhe mesazhe për mbyllje se kemi. E ndjekim. Revolt në këtë kryevëritje paqësore historinë me guximin, me mençurinë, me vendosmërinë e tyre, qytetarët de facto zotruan qytetin. Bandit me uniform kriminal, me uniform u vërsulën si bisha, duke menduar se mund t'imposhtin. Ja ju themun atyre që vetë përmbajtja, guximi, qëndrimi paqësor i protestuesve është 10-100 herë më i fuqishëm se banditizmi juaj. Unë u them atyre banditëve që goditën protestues paqësor, deputet, por dhe njerëz me aftësi ndryshe, se këtyre guximtarëve, 10 mijëra guximtarëve, u mjaftojnë pak minuta për t'u dhënë atë që meritoni. Vetë përmbajtjen e tyre mos e mirë dobësi. Vetë përmbajtja e tyre është vendosmëri për të realizuar qëllimin, për të rëzuar, për të hedhur në kosht të plerave të historisë njëri prej armiqve më të rrezikshëm në historinë e kombit, më të rrezikshëm në historinë e kombit shqiptar, më të pa shpirt, Edi Ramën. Mos mendoni se durimi nuk ka një fund, se ju garantoj se kjo vetë përmbajtje, kjo vendosmëri, nuk mund të provokohet dhe provokatorët mund të marrin një mësim që meritojnë. Mirënjohje për ju, mirënjohje për çdo qytetar që erdhë nga të Katëran. Abashti, kujdes, hajde. Qëfar ju bëna unë mas 35 vjeç që më hodhët gazin sot? Më falni, ashtë pyetja më konkrete që mund të bëjt. Pra, një minutë. Pra, sot barbaria e policisë nuk kursej gazetarët. Këta gazetar dhe kameraman u trajtuar në mënyrën më armiqësore nga bandit me uniform. U bë gjithçka që të mos përmbushnin dot detyrën e tyre, misionin e tyre, por i përgëzoj se nuk u ndanë për asnjë moment nga detyra dhe misioni, nga paraqitja e çdo akti. Këta bandit që mbrojnë Kryehajdutin, Edi Rama dhe Lubi Ballukun, goditën sot deputetët e opozitës që mbrojnë ligjin dhe kushtetutën. I siguroj e i garantoj se dhe mrapa diellit po të shkojnë do gjinën dhe para drejtësisë do dalin. Por sot shqiptarët pan dhe bota pa se si Kryehajduti kombit
për të mbrojtur plaçkën e tij dhe për vithet e Luvi Ballukut është i gatshëm t'i verë flakën Shqipërisë. Është i gatshëm ta shkpus nga Bashkimi Evropian. Po dhe ne jemi të gatshëm, më të gatshëm se kur, t'u japim atë që meritojnë. Rrofshiu, rrof Shqipëria, me datën 20 shkurt, është dita jonë, dita e fitores, nderim të gjithë protestuesve. Fitore, fitore, fitore.